Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 4 tetor 2025. Dashi. Bozitje e freskët në favorin tuaj. Për ata që përjetojnë një periudhë të rëndësishme dashurie, zgjedhjesh për jetën, takimi po. Demi. Dita mund të sjellë njohuri të rëndësishme. Dita më interesante. Binjaket. Tani ju duhet të lani llogarit. Dashuria është më afër, me të vërtetë në disa raste ekziston një dyshim midis dy personave. Gaforja. Kthimi i zjarrit, emocione të rëndësishme. Nëse ka një mosmarrëveshje ligjore në vazhdim, rezultati do të jetë i shkëlqyeshëm. Luani. Duhet të keni kujdes dhe të shmangni çdo aksident diplomatik. Ditë e lodhshme, nervoze. Virgjëresha. Situata në anën tuaj, ju mund të bëni çfarë të doni ose pothuajse. Dikush nga jashtë ju telefonon ose do të duhet të zhvendoseni në qytete të tjera ose do të dëgjoni nga njerëz që jetojnë larg. Peshorja. Dita e përgjithshme e interesante, ju mund të sqaroni pozicionet tuaja dhe të jetoni me më shumë qetësi. Shikoni të ardhmen me optimizëm. Akrepi. Dita ju ndihmon. Jeni intuitiv dhe të qëndrueshëm, gjë që është e re për beqarët për sa kohë që nuk mbyllen në shtëpi. Shigjetari. Një ditë pak e nënshtruar. Dashuria e nënvlerësuar, ju po e neglizhoni partnerin tuaj. Nëse nuk keni një dashuri, është e vështirë ta gjeni, sepse në këtë periudhë nuk jeni të kënaqur me pak. Britsjapi. Kujdes me njerëzit që nuk i njihni mirë, javët e fundit nuk kanë qenë të lehta për dashurinë. Jeni më të sinqert, por dikush nuk ka qenë me ju. Ujori. Sharmi është i shkëlqyeshëm dhe në dashuri ka një surprizë shtesë. Diskutimi ose grindja me një person të lindur në shenjën tuaj do të jetë më e lehtë. Mos nënvlerësoni këshillat e vlefshme. Peshqit. Dikush nuk mori pjesë në një ngjarje, një mik mund t'ju ketë kthyer shpinën. Mos u tregoni argumentues në dashuri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.